Mirë mbrëma, kush ishin Elohimët? Elohim, keni dëgjuar? Ndiqeni deri në fund, sepse do t'ju surprizoj shumë për jush, do mbeten pa fjalë për disa të vërteta që do dëgjoni në këtë video. Është hera e parë që flasim për Elohimët. Dhe teksa isha sot më kujtua, sepse sot teksa po bëja urime në telefon, kalova dhe emrin e mikut ton, Mauro Biglino. Dhe më kujtua që të flas për Elohimët. Në qoftë se mbani mend, në disa nga emisionet tona kemi folur për disa teori konspirative ose teori që dikush nuk mendon që janë konspirative, por janë të vërteta, ku një studiues italian që ka studiuar të gjitha shkrimet antike, kryesisht ato ebraike, ky zotëri quhet Mauro Biglino, ai i ka përkthyer. Pra, ka përkthyer tekstet antike të Biblës në gjuhën italiane dhe gjuhë të tjera. Dhe ky zotëri thotë që nga ato që ka lexuar, për të këta Elohimët, pra nuk është një, por është në plurale. Kur flitet për plurale, atëherë do të thotë që ka diçka, sepse nuk flitet për një. Njëri, pra nga Elohimët, ishte Jahve, por të gjithë, pra në mënyrë plurale, ishin Elohimët. Dhe Elohimët ishin disa Elohim të përcaktuar për secilin zhanër. Dhe e çuditshme është që në tekstet antike, kryesisht në Biblën e Vjetër, tregohet që në Testamentin e Vjetër, tregohet që këta ishin zotat ose perëndit. Dëgjojeni, sepse e di që dikush nga ju do thotë tani, po çfarë po na thua më nadim? Ne një është Zoti. Dakor, por dëgjojeni deri në fund. Sipas shkrimeve, pra shkrimeve ato që ne kemi përcjell prej vitesh, pra të Biblës ose të shkrimet e tjera, tregohet gjithmonë ato, sepse ne jemi bazuar në përshkrimet e besimeve fetare dhe pastaj dorën shkrimet të tjera si libra normal. Por baza e zhvillimit të njeriut kanë qenë pikërisht shkrimet fetare. Dhe po thoshja, në shkrimet fetare tregohet që këta Elohimët ishin bijtë e Zotit. Fjalë për fjalë quhen bij të Zotit, Zota ose bij të Zotit. Mirpo Jahve ishte vetëm një. Pra kur flitet për Jahven, Jahveu ishte një. Ai pra që mund të klasifikohet si komandanti i tyre. Tani pse po flasim për këtë? Sepse dhe në shkrimet e gjitha të shkrimet arabe, kur flitet për Jahve, shkruhet Allah El ose El Allah. E thoshin ata në mënyrë, sepse e shkruajnë në mënyrën arabe. Pra Allah El lexohet El Allah. Kështu që në qoftë se do të flasim për të gjitha shkrimet e mëvonshme, ato morën shkak pikërisht pra nga këta individ, siç i tregon dhe Mauro Biglino. Po pse po flasim për këtë? Sepse në të gjitha tekstet, pra në të gjitha tekstet, ato që bazohemi, sepse si thash, ne në ecurin ton jemi bazuar, në ecurin e zhvillimit të njeriut, jemi bazuar pikërisht nga tekstet antike të besimeve fetare. Dhe në qoftë se jemi bazuar në to, duhet i marrim si baza e civilizimit ton. Dhe në qoftë se ne, çdo gjë filloj aty, para aty është burimi të gjitha diskutimeve që bëjmë sot, atëherë ne duhet ta marrim, ta studiojmë. Nuk po them ta shkërmoqim, po ta studiojmë që të kuptojmë se përse bëhet fjalë. Fjalë për fjalë, sipas Mauro Biglinos dhe disa studiuesve të tjerë, biles edhe Zakaria Sitchin ka folur për këtë, ata tregojnë që nuk ishte vetëm një Zot, pra një Zot sipas tyre ishte vetëm ky Jahve, por në përgjithësi thoshin që ishin disa individi që drejtoheshin nga Jahve, pra nga Zoti. Dhe sipas Mauro Biglinos mendohet që ishin një grup individësh të ardhur nga një zhvillim tjetër, që nuk di, thot, si thot edhe Mauro Biglino, ta zëm thot që ishin këtu, thot, në këtë planet, por si do qoftë, thosh, ishin të zhvilluar, më të zhvilluar se njeriu, sepse
ata kishin disa veti, dhe do të them disa prej tyre. Njëra prej vetive ishte që ata mund të shkrinin njerëzit me disa shpërthime nga duart, si tregohet për libra, ose nga një bastun. Pra bastunët e tyre mund të shndërroheshin si të donin, madje edhe të çlironin energji. Atëherë nëse keni parë në filmin Stargate, me një shpërthim të një bastuni, mund ta shkrinte njëri, ta vdiste njëri, ose të bënte edhe shpërthime. Dhe këto janë teknologji të një civilizimi tjetër. Tani, se nga ishte ky civilizim, nëse ishte toksor dhe kishte mbetur këtu, pra nga një civilizim më i zhvilluar që ishte dikur, apo kishte ardhur nga një planet tjetër, nga një zhvillim dikur si, për shembull. Tregohet që në planetin Tokë pas ka patur disa herë zhvillime në maksimum të njeriu dhe pastaj është shkatëruar bota për të filluar prapë nga e para. Mbase, ndoshta, një pjesë prej tyre që ishin më të zhvilluar e mbajtën diturinë dhe teknologjinë. Dhe pastaj duke filluar çdo gjë nga e para, u kthyen në disa zona, sepse njerëzit me kalimin e kohës, nëse pas 5 apo 10 brezave, duhet të dini që humbet gjithë dituria, nëse nuk ka zhvillim. Dhe bëjnë që të gjithë fillojnë prapë nga epoka e gurit, pra nga fillimi. Kështu që këta individ, nëse kanë qenë, po flasën, nëse kanë qenë nga një civilizim këtu, i planetit Tokë, që ishte i zhdukur dhe pastaj mori vrull sërish jeta, këta mund të ishin ata që zotëronin teknologjinë. Por pyetja është, ku shkuan? Një. Dhe tjetra, që është akoma më e rëndësishme, këta individ i dhuruan njeriut diturinë, i dhuruan çdo gjë. Dhe sipas shkrimeve antike, ishin pikërisht këta Elohimët që krijuan një botë siç e njohim sot, pra sipas shkrimeve të vjetra. Dhe tjetra është që nuk ishte vetëm një, por ishin shumë. Nëse njeriu në përgjithësi do i vendoste një emër, një qenie, nëse kemi të bëjmë me një zot, po flas, me një perëndi, duhet ishte vetëm një. Dhe në këtë rast ata kishin si pikë reference, kishin Jahven. Por të gjithë së bashku, pra ata që ishin përbri Jahves, ishin Elohimët. Dhe të gjithë njerëzit i cilësonin si perëndi, sepse kishin veti jo njerëzore, pra jo të atyre që njihnin njerëzit, por kishin një forcë për 1000 burra, si që tregohet, ishin të aftë të fluturonin, ishin të aftë të shpërthenin gjëra me duar ose ndoshta edhe me mjete, por mbi të gjitha ishin të aftë që të lexonin mendjen e njerëzve, pra të lexonin mendjen e kujdo. Dhe të gjitha këto të shkruara siç thash në tekstet antike, të bëjnë që të mendosh që me të vërtet atëherë pas ka patur disa individ që nuk kanë lidhje fare me njerëzit. Dhe nëse nuk kanë, jo pas ka patur, por ky është një fakt, sepse kemi zgjidhje tjetër, ishin ata që i dhanë dije njeriut. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ku shkuan? Ku ikën? Dhe tjetra, nëse se ishin këtu, ishin njerëz dhe mbetën këtu, ku shkuan teknologjitë e tyre? Sepse ata kishin teknologji që përdornin. Kishin një forcë të madhe që përdornin, ndoshta forca në kalimin e kohës u mbet, po ku shkuan? Ku ajtën teknologjitë e tyre? Pra kjo tregon që mund të ishin individ të ardhur nga një tjetër botë. Në fakt, në vitet 70, pra viti 70 pas vitit 0, në Rom tregohet që ikën këta Elohimët. Është shkruar kjo nga disa tekste të romakëve të atyre kohërave dhe tregohet që mbi 1 milion romak, pra panë që këta fluturonin me karrët fluturuese. Me këto karrët fluturuese që thoshin njerëzit, kemi dëgjuar disa herë, edhe në librin e Enokut, e ku ta di unë. Dhe në këto të dhëna, kuptohet qartë që ishin jo karrë fluturuese që shonin typ dhe flak, por ishin padyshim mjete që fluturonin, atëherë nuk dini si t'i shpjegonin, dhe thoshin karrë fluturuese. Pra, ideja është kjo tani. Okej, nëse këta individ ishin këtu dhe i dhanë ndryshim njeriut
Dhe këta individ, këta Elohimët, i dhanë çdo gjë dhe teknologjinë, dijen dhe çdo gjë. Pyetja është, pasi i dhanë çdo gjë njeriut, ku shkuan? Dhe pasi mbollën të gjithë diturinë, njëkohësisht edhe besimet fetare, ku shkuan? Dhe tjetra, si është që e mundur që t'i quajnë në të gjitha vendet me fjalë zotat ose zotët, që nga grekët e lashtë, që nga popujt e tjerë afrikanë, apo edhe në Amerikën Latine, apo edhe kinezët, pra në të gjitha kontinentet, thonë që ishin disa zota që ishin në kontakt me njerëzit, edhe në fiset Indo, në Indi, në Indin e lashtë, ku keni barahatën, apo me qindra, keni me qindra zota ose perëndi që ata i klasifikojnë se cili për një zhanër. Dhe kjo tregon që dikur kishte diçka që i mësoi njeriut ose e udhëzoi njeriu për një botë më të mirë, dhe me kalimin e kohës ata mund edhe të kenë ikur. Megjithatë, unë doja t'ju pyesja juve, kush prej jush ka dëgjuar për Elohimët? Dhe e dini që El Allah ose Elohimët janë cilësuar pra si në të gjitha kulturat si perëndi, dhe pse janë cilësuar si perëndi, dhe në qoftë se janë cilësuar si perëndi, ku shkuan? Ky është problemi kryesor. Keni dëgjuar ndonjëherë? Dhe do të dëshira një komenti tuaj se çfarë mendimi keni për Elohimët, sepse është një diskutim vërtet serioz, nga këtu kuptohet qartë gjeneza e njeriut dhe jeta që bëjmë sot, sepse në fundit, nëse e keni kuptuar, ne sa më shumë ecim përpara dhe aq më shumë jemi realist që kjo jetë që kemi këtu duket sikur të jetë një jetë e destinuar vetëm në këtë planet, dhe ti nuk mund të lëvizësh nga këtu dhe nuk mund të kuptosh më shumë se nga ky planet, pra te i këtij planeti. Megjithatë, unë pres komentet tuaja. Natën e mirë.